Të fala Gones. O Gone, I vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pako kur është zgjedhur, e me qenë se hapu qik ti fotograf, se du ta shoh qik të... Me qenë se tani jemi ball për ball. Edhe për replik, 2 minuta me qenë përmendi emrin kryetar para se të kaloj ke fjala. Ta shpjegoj unë gjithë. Se ka të arrestuar për atë çështje dhe shko t'i pyesësh. Kur ishim numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që t'i kërkoja numëruesve tan. I kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Këtu. Hajde du të lexojnë të gjitha mesazhet tani. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu, thash. Betohu. Turp kesh. Vetëm burr s'mund të bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe ky është dallimi më I madh, me qenë se po flasim për KQZ-n, mes numëruesve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti. Ti dhe këta miqtë tu nuk kishit besim tek numëruesit e Partisë Demokratike dhe erdhe kërkove tek unë me mesazh, të lutem, më mbro votat se numëruesit e Partisë Demokratike po më vjedhin votat. Mos qesh, s'është e vërtet. Dëgjoj, ta kisha thënë kisha 1 vit, ta kisha thënë mos u kruaj me mua. Të lutem shumë, mos ash. Dhe votat ti mbrojtën numëruesit e Partisë Socialiste, nuk ti vodhën numëruesit e Partisë Demokratike. Dhe ti erdhe deputet në këtë sallë. Fal numëruesve të Partisë Socialiste, edhe pse unë bëj pjesë në ata që mendoj që koha kur partit numërojnë votat ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që kërkuan erdhën me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partit vazhdojnë numërojnë ende votat. Partit administrojnë procesin zgjedhor. Po tisha prej teje, kisha 2 pare mend në kokë, kur mora fjalën, do flisja për këtë. Jo të mbroja kryetarin e partisë, I cili ka gjithë mundësinë të mbrohet vetë. Unë thash, më bën shumë përshtypje që një shtëpi 151 metra katror shitet për 15 milion euro. Edhe shtëpia e Madonës, jo e Gones, po e Madonës, 151 metra nuk do bënte 15 milion euro, pavarësisht famës së madhe që ka marrë Gonja, dhe dilte dhe atje merta dhe I thoshte Kanye Westit, dëgjoj, dhe unë jam lideri I një partije, po turpske, po thojmë Gones e len namt. Sa për protestën. Unë ua kam thënë që në fillim. Pavarësisht se protesta kishte simbol, pavarësisht se simboli I protestës ishte flamingo, por do ta konsideroj protesta dhe me një kal bukur, të bardhë. Dhe te ky kal I bardhë ti, Gonja, ky tjetri, Qorri, Llapi, edhe Saliu, jeni si ajo miza ke fundi nga bishti çik majtas në fund kalit. Dakor? Kështu jeni ju, miza ke fund shpina e bishtit të asidonit të qunit kalit. Dhe unë respektoj kalin, por nuk kam si të respektoj mizën. Ke ajo e kalit. Dhe prandaj po ja them 100 herë që gjithë përpjekja juaj, gjithë të ditë, për të ardhur këtu, për të shitur si përfaqësues të protestës, nuk ju njohim më, nuk ju pranojmë ju si përfaqësues protestës. S'dumër vlla, fare, nuk të njoh fare, s'të njoh fare kush je, as ty as atjetrin. Unë s'po njoh Saliun. Tani, sa I përket momentit historik u ndodheme.
se gjithë kjo zhurma, sa herë që Shqipëria ndodhet një moment historik, për mua kjo është gjë e parë. Në vitin 2018-2019, Shqipëria hidh të hapa historik drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo histori që sulmohet parlamenti, rrethohet parlamenti e tjerë më radhë, është agjendë që dihet. Nuk është hera e parë. Por, dita nesërme është realisht një moment i shumë pritur. Për mua, prej shumë vitesh në këtë sallë, të shoh që të mbahet konferenca e 9 ndërqeveritare dhe të fillojë mbylljen e kapitujve është një realizim historik. Dhe ajo që besoj që kuptohet nga gjithë është me këtë ritëm negociatash, ne i qëndrojmë angazhimit dhe ambicjes tonë për të mbyllur negociatat brenda Krishtlindjeve të vitit të ardhshëm dhe për të shkuar drejt ratifikimeve, qoftë në parlamentet, mund të ketë dhe vende që të kërkojnë referendum. Do doja shumë që Shqipëria dhe Malizi, si dy vendet pararencen këto proces, të mos kalonin përmes referendumeve, sadokohë që të gjithë e dimë që në vendet e tjera që kanë kaluar përmes këtij procesi nuk është kërkuar referendum, por ai do të jetë edhe një moment testi për ne, në kuptimin e gjithë lobingut që duhet bëjmë bashkë me Malezi apo me vende të tjera, se mund të kemi dhe Islandën në paketën e re të zgjerimit, apo dhe vende të tjera, për të shkuar përpara. Ndërkohë meqense se në mënyrë abuzive, si gone që je, ti dhe kushdo tjetër, përmendët konferencën, takimin e Komitetit Parlamentar Stabilizim Asociimit, u po e them që unë nuk di që ka herezi që privatisht disa shok, kolegë, tulen me njëri tjetrin në një bar pranë një hoteli ku i ka çuar parlamenti, të shohin një ndeshje futbolli, të konsumojnë 250 ml birë, apo padyshim në orën 10 të natës, edhe të kalojnë kohën. Nuk është, duhet jesh maskara, që të quash një lojë me letra mes miqve, bixhos. Mirë, dakord. Po mund vetëm një maskara, mund ta quaj sepse unë kam edhe fotot ti duke luajtur me letra, nuk e nxjerr këtu, jo, padyshim. Po, e di, po, patjetër. Patjetër. Siç mohove, do të ta siç mohove, lutem. Zoti kryetari është një zhurmues në sallë, ju lutem, ndërhyrja juaj institucionale për zhurmuesin iranian. Tani ta mbaroj. Dhe kaq. Ndërkohë që unë personalisht kam një qëndrim që kam mbajtur historikisht. Kur kam parë protestues shkojnë ke selia e Partisë Demokratike, kam reaguar këtu dhe kam thënë është e turpshme që protestuesit shkojnë në selinë e një partie. Nuk ka rëndësi kush është partia. Mund të jetë Partia Demokratike, mund të jetë Partia Socialiste, mund të jetë çdo parti tjetër. Është e turpshme që të sulmohet një deputet, disa deputet, shumë deputet, një parti, në jetën e tyre private. Edhe pse gjithë që kjo është një vepër penale, dhe u them gjithë atyre që e çojnë ndërmend këtë, mos e kryeni dhe mos u përdorni ta bëni këtë vepër penale. Sa i përket kjo historia e vezëve etj, unë edhe këtë e kam film të parë. Në vitin 2019, këto vezët mi çoje ti dhe Luli kur ti ishe bashkë me Gonën ke partia e Lulit. E keni tentuar këtë, keni ardhur poshtë shtëpisë time, ti bashkë me vezët, bashkë me Gonën, bashkë me Lulin, po, patjetër. Por duhet kuptoni që rastin fjalë për shembull që përmendën në Strasburg, unë jam ndjer, të them drejtën, shumë i dëshpëruar të shihja se si një grua keq përdore deri në afar niveli me persona të ndryshëm, njëru shfaq me një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj tha ky është djali etj më radh, ndërkohë që këto janë shpërdorime. Ndërkohë në politik, betejë bëhet me fjalë, betejë bëhet me debat, betejë bëhet institucionalisht
Betejë bëhet dhe juridikisht nëse ke diçka shkon në prokurori. Edhe në rastin fjalë. Përfundoni, lutem. Po, dame. Mendon ti që unë gënjeva që Gonja ka shitur një shtëpi 151 metra katror për 15 milion. Shko anko për defamation, për shpifje. Ndërkohë që ti duhet ma dish gjithë jetën për nder që Partia Socialiste me qenë se jemi KQZ-ja të mbrojti votat, nuk t'i vodhi PD-ja dhe je deputet. Ta gëzosh mandatin.